T'ju them të drejtën e shpirtit, mendova se i tham të gjitha për Big Brother VIP Kosova, por jo, dalin dy emra të ri, që janë Diell Zadaka dhe Florian Halili. Çfarë po ndodh me këto dy emra? Janë të dy moderator, por nuk e di çfarë mund të themi për këtë. Çka ka aty? Thash se Hyri Macja. Jo. Jemi prapë bashkë në një tjetër takim tek Olti Curi TV në YouTube. Faleminderit gjithë atyre të cilët vazhdojnë dhe më ndjekin. Ne do të kemi një sigël modeste dhe më pas do marrim vesh se ç'po ndodh me Diell Zadakën dhe Florian Halilin, këto dy prezantues kaq të njohur të Klan Kosovës. Do ketë banor të ri? Do bëjnë një gjë tjetër? Ndjekim siglën modeste për këtë emision të vogël. Okej, ja edhe siglën e ndoqëm. Po thoja që Big Brother VIP Kosova ka nisur, personazhet me dinamikat e tyre, çunat janë bërë bashkë të parë duke bërë prank për gocat, gocat e kanë pak më të vështirë aleancën, po i krijojnë grupet si çdo reality show, gjërat janë duke ecur dhe publiku ka reaguar menjëherë. Por dua t'ju kujtoj diçka, një emër, Big Talk BB VIP Kosova. E imagjinoni? Po, kujtoni tani se e keni parë. E keni parë sepse bëhet fjalë për një spin-off të emisioneve të Darkës. Emisioni Darkës, si në çdo format të Big Brotherit, prezantohet nga prezantuesi, janë dhe dy opinionistë, në rastin e Klan Kosovës, Big Brother VIP Kosova prezantohet nga dy, Alaudin Amiti dhe Jonida Vokshi, janë në komente Olta Gixhari, është dhe Leonora Jakupi. Por Big Talk Kosova është një format i cili ka nisur që kur nisi rrugtimi i Big Brother VIP Kosovës në dhjetor të vitit 2022. Pak ditë më vonë nisi menjëherë ky format që është shumë i ngjashëm dhe duket i frymëzuar nga fan klubi i famshëm i Big Brotherit shqiptar, që është bërë që në edicionin e dytë ose të tretë të Big Brother Albania me njerëz të thjeshtë. Po, edhe Big Talk Kosova pikërisht është bazuar në formatin e fan club, Big Brother Fan Club të Shqipërisë. Pra, është një format me prezantues dhe në vitin e parë kur është transmetuar Big Talk Kosova, është prezantuar nga Elita Rudi dhe opinionist ka qenë Nderim Neziri. E mbaj mend sepse kam qenë vetë në primin e atij viti opinionist. Duket se edhe këtë vit përsëri do të kemi një Big Talk, nis të shtunën në datën 22 nëntor 2025 në orën 18 në Klan Kosova. Dhe emra që prezantova për ju, Diell Zadaka është prezantuese për të dytin vit. Por surpriza e surprizave është Florian Halili, që do të jetë në rolin e opinionistit. Që të dy këto emra janë nga skuadra e Klan Kosovës. Dhe kësaj radhe Klan Kosova ka rikonfirmuar Diell Zadakën në krye të këtij spektakli Big Talk dhe opinionist do të jetë i mirënjohuri Florian Halili, i cili është një gazetar shumë i njohur. Ne e kemi ndjekur vite tek Prive, pati një shkëputje dhe më pas është rikthyer sërish. Diell Zadaka është një vajzë e cila ka shkuar prezantuese e Klan Kosovës, prezantues shumë e njohur në Kosovë, e cila ka shkuar shumë virale sepse ju desh që të kishte në studio Azem Gagicën e famshëm nga Big Brother VIP Kosova 2, patën pyetje, shkëmbime, përgjigje, gjëra të tilla si këto, dhe një moment u pyetën a je beqar, pse je beqar, pse po pyet, a je interesuar, kaq u desh dhe menjëherë titujt e portaleve u mbushën me fotot e të dyve dhe titujt që tregonin çfarë po lind midis Diell Zadakës dhe Azem Gagicës, konkurentit të Big Brother VIP 2 Kosova. Ndërkohë që kemi nga ana tjetër këtë formulë, pra kur moderatorja dhe opinionisti aty mirëpresin të eliminuarit nga shtëpia, por para se të bëhen eliminuarit të parë, zakonisht në emisionet të tilla, si në Fan Club Big Brother VIP Albania, ashtu edhe në Big Talk Big Brother VIP Kosova, janë ato të parët që vinë janë kolegët gazetar, njerëzit e medias, psikolog, analist, të cilët japin mendimet e tyre duke komentuar fillimin
fillimin e lojës. Por kësa radhe, që shia mbi torç, do t'jetë opinionisti shtëpis, opinionisti zyrtar Florian Halili. Florian Halili është gazetar dhe bashkëpunëtor në Klan Kosova dhe në prive që në moshën 17-18 vjeçare. A i ka punuar në Klan Kosova dhe për prive, ku e ka njohur gjithë publiku dhe showbizi për 11 vjetë. Më pas është shkëputur nga ky emision dhe nga Klan Kosova rreth vitit 2021. Florian Halili vendosi që të shkëputet nga formati i prives, të shkëputet dhe nga Klan Kosova për të vazhduar karrierën e tij gazetareske në televizionet të tjera. Kanë kaluar 2-3 vite dhe më pas ka ardhur një ftesë dhe duket se ka vendosur që Florian Halili të rikthehet te Klan Kosova. Kësaj radhe për të qenë në krye të emisionit të showbizit të mirënjohur me emrin Prive. Ai është kryeredaktor dhe autor i Prives, pra është në drejtimin e gjërave që gatuhen te ky emision, që i cili është shumë i famshëm edhe në Shqipëri. Është pikërisht Florian Halili, i cili ai me opinionet e tija do të komentojë lojën, dinamikat dhe gjithçka tjetër ndodh gjatë prajmeve, por edhe gjatë ditëve që shtëpia e Big Brother VIP Kosovës është e përgjuar dhe e transmetuar në hartë moshën. Florian Halili e ka për herë të parë këtë detyrë të opinionistit të formatit Big Brother dhe këtë ka vendosur ta ketë në shtëpinë e tij, që duhet thënë shtëpi e vjetër, Klan Kosova, pavarësisht se ka patur një shkëputje 2-3 vjeçare prej ande, e ka për herë të parë këtë eksperiencën, e bën pikërisht brenda shtëpisë së tij, brenda televizionit të Klan Kosovës për Big Brother Talk Kosova. Florian Halili vjen nga bota e showbizit, po ashtu edhe Diell Zadaka, dhe mendohet se do të kenë një kimi mes tyre dhe do jetë diçka që do të ndiqet. Aq më shumë që kësaj radhe orari është dhe shumë i volitshëm, sepse është në orën 18 diçtune, kur mendohet se njerëzit në fundjavë nuk kanë dalë akoma dhe vëmendja është maksimale. Floriani ka eksperiencë shumë të gjatë, pra rreth 15 vjeçare në botën e medias, dhe për gjithë ju që ktheheni pas në vitet 2020, unë u kujtova tani gjatë kohës që po flas për Florianin, më kujtua se sa ishte hapur TikToku në vitin 2020 dhe ne nuk e dinim pak a shumë mirë se çfarë bëhej aty dhe si ishte puna. Shikonim njerëz që kërcenin dhe më kujtohet mirë se Liberta Spahiu, moderatorja e mirënjohur e Prive në TV Klan, dhe Florian Halili, bashkëpunëtori i saj, ishin nga të parët personazhe publik që përqafuan TikTokun dhe filluan të bëjnë video atje dhe të ishin vërtet shumë interesant dhe shumë të klikuar me performancat e tyre. Gati në thonin çfarë po bëjnë këto, ç'është ky TikToku? Pse njerëzit kërcejnë dhe pse kërcejnë të gjithë të njëjtën melodi? Por me sa duket ka qenë Floriani dhe Liberta që kuptuan të parët rëndësinë e TikToku dhe rëndësinë e performancës atje. Dua t'ju uroj suksese çiftit në këtë rrugtim të ri në Big Talk Big Brother VIP Kosova, Diell Zadakës dhe Florian Halilit.